Djali filloi të çante, po më shumë çante mbesa. E si të bashkës çdo djepi me babtë. Në praktikën do vi me keqardhje do të marrë familje. Ne shqiptarët e kemi traditë të ruajmë familjen si sytë e babit. Unë nuk arrita do të ruaj. Po unë nuk u tregova një babi mirë. S'kam pse ta mbaj shtëpinë, po e shes. Peranduam ditët e bukura. Në momentin që erdhi djali vjet në gusht, erdhi nga Gjermania se atje punonte. Babë tha, do vi me keqardhje, do të marrë familje. Është edhimshme, shumë edhimshme për një babë të rrisësh 25-26 vjetë, fëmijët e në fund ta thonë këtë fjalë. E si i bën? I thash, është familja jote e birë. Po unë nuk u tregova një babi mirë. Jo, tha, unë krenoj me ty. Lere krenarin. Krenaria futet te folklorizmi popullor. Se t'isha një babi mirë, si që kemi tradit, ne shqiptarët e kemi tradit të ruajmë familjen, si sytë e babit. Unë nuk arrita do të ruaj. I them, ai djali i ku me gjithë mbesën dhe me gjithë nipin. Edhe i them, tash mi shkatrove rënjët, trojet. S'kam pse ta mbaj shtëpinë, po e shes. Djali filloi të çante, po më shumë çante mbesa, që është në klasë të parë atje në Gjermani. E më thot, o bush, është ende e thot ai azteku ku kam bu kryet ta me ato diplomba. Është, e si të bashkës është të djepi me babta. Për burrin është keq. Për gjithë familje, për ne plesht. Mbase nuk jemi ende plesht në atë moshën. Në këto kushte kemi jetuar shumë më të vështirë. Tani jemi diçka më mirë. Koha bën të vetëm. E ti praktisesh këto troje mbas shekullit 13, në shekull 21 është katastrofik. Ndonjëherë nuk qenë ka as e drejtë, se njeri u lidhet mbas tokës ashtu si që lidhet fëmija me anë të kërthizës me nanën. E prerja e kërthizës tregon pavarësin e fëmijës nga nana, ashtu edhe ne kur fëmijët fillojnë e rritën gjejnë mbase më mirë, por nuk e besoj. Unë nuk e besoj. Mund të thonë që është diçka e bukur, diçka e mirë, se mund të ketë shumë më tepër para, pagesë, punë, gjithçka, por jo. Edhe vetë djalim pa të thënë, kur shkova në janar atje, më thot tani në telefon, bab tha, peranduan ditët e bukura. E çka do me thani them? Ditët e bukura ishin atëherë kur ishim gjithë bashkë. Ditët e bukura ishin atëherë kur ne në një sofër e shtronim bukën, hanim gjithë bashkë. E tash çohem njes, thot, fëmijët i lënë gjumë, vijnë darkë nga ora 10-11 e darkës, prapë fëmija në gjumë. Dhe mbas në një kohë më thonë, o bush, mos ke qenë në borje, ka një muaj që s'të kam parë.
E këto janë ditët e perënduara të bukura.